Tani akuzat Kashiramës janë të gjithanshme në gjitha hapësirat e botës shqiptare që kurrën në këmbë duke akuzuar që keni parë hajdut kriminal, edhe kanë eurodeputet e tjerë. Ajo është një deklaratë personale e tia, e cila ka informacionet e tia, por si që keni parë bërë dhe lëvizje makinash për në aeroport e avionosh, unë nuk merrem me gjëra që nuk i di eksaktësisht, por që qeveria shqiptare është qeveria më e kriminuar që ka pirë gjakun popullit shqiptar, është e formës së prerë, sepse po të ishte Edi Rama i pasër vetë, nuk ishte kur mundësi të mbronte zvendësin e tij ballukun e zhytur të krim të madh ekonomik, dhe nuk ishte mundësi kur që ai e bllokoi kuvendin të hiqte imunitetin dhe atë dramë që po sjell Shqipërinë, se dhe kriza fillestare aty ka burimin. Pra, është pjesë e këtij krimi të organizuar qeveritar, që duke qenë se jam shumë studios dhe ka botuar 9 libra shumë të thella nga 1912 deri më sot, qeveria Rama është qeveria më e korruptuar, më hajdute, që solli pasoja dramatike këtij vendi dhe ka krijuar një oligarki hajdutërie me emra të zgjedhur nga atje dhe ka braktisur popullin e ndershëm dhe popullin e thjeshtë. Ndërkohë nga ana tjetër protestuesit kanë dërguar në SPAK librin Albanian Files, ku Edi Rama ka komunikimet e tij me arkitektët. Ju si mendoni, cili do të jetë roli i SPAK-ut në këtë aspekt? A do të ketë goditje në nivelet e larta? Nuk është vetëm ajo që ka të shuar për... Janë shuar dosje edhe nga institucione të tjera jo qeveritare dhe nga personalitete dhe direkt nga njerëz, dhe janë me 10 dosje në SPAK dhe gjykata kushtetuese. Shqipëria është rënuar në funksionim e shtetit. Si ishte mundur që gjykata kushtetuese e ka me mision dhe detyrë ligjore që të anullojë marrëveshjet të cilat shkelin sovranitetin kombëtar dhe tërësinë territoriale si qeja e ujrave me Greqinë? Pse frikjon kjo gjykat kur ka dosje mbi tavolinë të argumentuara të ligjëruara? Nga një dhe fund fare shkeljet flagrante ka bërë Edi Rama dhe hesht. Edhe SPAK-un që menduan do bënë diçka, si ishte mundur që nuk vepron dhe të paktën ta thëriste në gjendje të lirë fillimin e hetimeve të Edi Ramës, kur ka falur ishullin strategjik të mbrojtjes së kombit shqiptar Sazanin dhe janë vënë alarm shumë shtete të tjera. Pra, shteti është rënuar, nuk funksionon, Edi Rama i ka kthyer në oter kuvendin, presidentin dhe gjykatën kushtetuese dhe SPAK-un i ka vënë gjumë. Po të kishim neve gjykatë kushtetuese pavarur, po të kishim ne kuvend sipas ligjit, po të kishim neve SPAK, Edi Rama ishte arrestuar me kohë. Kuvendi e kishte shkarkuar nga kryeministri, i kishte hequr imunitetin, gjykata kushtetuese kishte anulluar gjithë marrëveshjet, Shqipëria ishte çliruar nga pjesa e kombëtare. Zoti Limaj, në këtë rast, a mendoni se do të ketë një goditje në nivelet e larta në vimësi, apo Edi Rama i ka shtrënguar radhët brenda Partisë Socialiste? Ndryshimi i ligjit 2008 Rama Berisha Rama për vendosjen e listave të mbyllura, pra deputetët që nuk përfaqësojnë popullin, përfaqësojnë Edi Ramën, solli këtë dramë kaq të madhe në funksionimin e kuvendit. Siç e pa debatet me Brashën e Spiropalin, kur ai kërcënon hapur dhe dhunshëm, atje nuk funksionon mendimi i lirë, atje nuk funksionon më vota e lirë. Është vetëm një urdhër dhe ata gjyqëzuar para tij. Pra, në vend që Edi Rama, i cili është vartës në kuvend sipas ligjit, është kthyer e pror në kuvend dhe komandon
deputetët e Partisë Socialiste, jo të Partisë Socialiste, të Edi Ramës. Zoti Limaj, Pra, si është tepër thjesht nuk funksionon ku shteti demokratik dhe ligjor i përcaktuar kushtetut. Nuk funksionon kuvendi, nuk funksionon presidenti, nuk funksionon gjykata kushtetuese, është bllokuar SPAK-u. Pik, Shqipëria në udhkryq. Zoti Limaj, si e shikoni fatin e Edi Ramës në raport me ndërkombëtarët, por edhe drejtësinë në Shqipëri? Edi Rama në opinionin ndërkombëtar është non grata. Shkon formalisht dhe janë detyruar të bëjnë pritjet, po Edi Rama tani e njeh shumë mirë Bashkimi Evropian, kush është dhe Amerika e vullosi duke vendosur në faqen e Departamentit të Shtetit qeverinë e tij. Edi Rama është non grata kudo, nuk është non grata në Izrael, nuk është non grata në Serbi, nuk është non grata në Soros. 3 shtetet dhe ambientet që mbështesin atë dhe këmullit mos largohet. Zoti Limaj, së fundmi ka pasur deklaratë nga një ministre e qeverisë serbe, e cila deklaroi se do ta spastronte edhe më shumë etnikisht Kosovën nëse do të ishte në vend Mendoni se unë kam. Pse Edi Rama nuk e dënoi një deklaratë të tillë? Edi Rama nuk ka dënoi se është vetë i zhdullur, por mos mendoni i dashur gazetar se unë kam kaq të lehtë të shpreh këto mendime në kanalin televiziv. E kam dhimbje nga halli i madh që ku po shkon avdeu jon dhe ku po shkon rinia dhe fëmijët tanë. Ky është shkaku që unë flas për këtë dhimbje në tavolinë, sepse nuk doja kur që unë të flas kundër kryeministit të Shqipërisë. Dhe asnjë institucioni tjetër të shtetit shqiptar. Po i them me dhimbje sepse shikoja dhe unë tim ku po shkon. Dhe atë që nuk e bën dot gjatë luftës së ftohtë, ku unë e paraqes libri Lufta e ftohtë e Shqipëria 40-90, shtetet kufitare dhe shtetet e mëdha që rivalizonin në mesdhe e bën shqiptarët që kanë pushtuar shtetin shqiptar. Nuk e bëri dot Greqia të marrë hapësira toksore dhe detare të Shqipërisë, e bëri Edi Rama duke dhënur Sazanin, Pashalimanin, Zvërnesin dhe nga Butrinti dhe në Zvërnesë gjoja në emër të investime strategjike, po e kolonializon me Izraelin dhe vendet e tjera. Këto më detyrojnë mua me dhimbje të flasë televizor, sepse nuk ka si lloj mundësie tjetër që nivelat e mia intelektuale, kulturore të më çojnë me këtë gjuhë. Zoti Limaj, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. I faleminderit dhe brenda mundësive të gjithë të përpiqemi brenda kushtetutës dhe ligjeve të saj të shirojmë dhe të shpëtojmë atë dheun ton të dashur, sepse është në kërcënim ekzistencial. Shqipëria nuk është sot 28.000 km2, është cënuar. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.